Përshëndetje dhe mirë se vini në Lenti.com. Në këtë video të shkurtër do ju tregoj si të shkruani një shkrimi fotot tuaja. Video mund ta gjeni në hapësirën e blog ku mund të lini një koment mbi të. Mund të regjistrojeni që se nuk keni bërë apo të bëni një fani i portalit shqiptar në Facebook. Atëherë hapim programin Photoshop. Hapim gjithashtu edhe foton ton. Kjo është një foto dhe sarandës dhe hapi tjetër është të shkojmë në Window dhe të zgjedhim Layers. Spostohemi në të majt programit duke zgjedhur këtë veglën këtu që quhet text për të shkruar imazh. Klikojmë diku mbi imazh dhe shkruajmë tekstin që ne duam të shfaqet. Zgjedhim një ngjyrë dhe madhësinë e tekstit. Opacity e ullim në 30% dhe gjithçka shkruar. Por kjo gjë nuk më pëlqen pasi mbulon imazhin dhe ajo që do ju këshilloj është të zvogëloni shkrimin dhe ta spostoni atë diku në cefat e imazhit, sipër apo poshtë. Mënyra e dytë është duke vendosur logon tonë që kemi përgatitur më përpara. Heqim vizualitetin për këtë që krijuam edhe hapim logon tonë. E sillim atë mbi imazh e pozicionojmë diku sipër. Për ta shpëtuar këtë, shkojmë në File dhe zgjedhim Save As. Nuk po e shpëtoj pasi e kam bërë përpara dhe punimi jon është ky. Ky është rezultati. Faleminderit që na ndoqët dhe miru dëgjofshim.